Çfarë ndodhi 8 ditë më parë në Akademinë e Sigurisë që AKU detyrua të zgjohej? Në fillim 40 studentë të kësaj akademie shfaqën probleme me shëndetin. Atyre ju shtuan edhe 12 të tjerë. Të gjithë u dërguan në spital me simptoma, përfshirë të vjella, diare, dhimbje të forta, barku dhe temperaturë. Pas analizave rezultoi se ishin helmuar nga ushqimi i konsumuar po ato ditë në mencën e akademisë. Kjo e fundit merr ushqim për studentët e saj përmes cateringut nga kompania Sorial, e cila për hir të së vërtetës ka kontrata me shumë institucione shtetërore, përfshirë edhe të SOMUR-ët të Nën Tereze në Tiranë. Llogariten mbi 22 miliard lekë të përfituara nga kjo kompani përgjatë viteve 2019-2026 vetëm për shërbime cateringu. Para e madhe apo jo? Kaq vite ju desh në AKU-s që më në fund të konstatonte shkelje serioze të higjienës në ambientet dhe pajisjet e bizneseve të Jakës dhe bashkëshortes së tij. Deri dje, AKU-s nuk i ftoi Pilafi, siç thoshte populli ynë. Pra nuk i bëj fare vonë për denoncimet e shumta në adresë të Sorial. Vazhdonte të injoronte duke vënë në rrezik shëndetin e të gjithëve ne.